Udhëtimi i ëndrave është libër me esej, poezi, gjëgjëza i shkruar nga Djelart Gashi. Djelartin sot e kemi këtu në studio, na vjen nga qyteti i Shtimës, është 12 vjeçar, shkolla i shkon për mrekulli, mësimet, shkrimet, gjitha këto. Mirëmëngjesi, Djelart, është naci. Jam shumë i lumtur që më keni ftuar në emisionin tuaj. Jam Djelart Gashi, 12 vjeç, jam nga fshati Pjetërshtic, komuna e Shtimës. Vjoj mësimet në shkollën e Drezajeti, klasën e 5. Bravo, Djelart. Në mësafiri i mirë nuk të lenë me zgjatë shumë. Djelart, faleminderit shumë. Unë pak të keshtë prezentova, thash, udhëtimi i ëndrave është libër me poezi, tregime, esej edhe gjëgjëza. Kur e ke shkruar këtë libër, si të lindi dëshira aty për të shkruar? Kom shkruar me 26 nëntor, 2024, më lindin ideja për me shkru nga për festa që kena bon për natyrën, për mamin, babin, për motrat. Qka ke shkru, qka është ato, cilat janë ato shkrimit të tua të parat? E para është mësuesja ime e parë. është poezi? Po. Ok. Tani është mamë e babe. Mirë, po për kështë shkruan më për qefa? Po për këtë. A për gjithë njëjtë? Djelart, është dikush në familjen tënde që shkruan libra, tregime, poezi, apo je vetëm te? Një vetëm unë. Okej. Kur ke fillu me shkru, i ke pa ndoshta librat të tjerë, shkrimtarët të tjerë, si që kanë shkru edhe paka shumë je... Jemi inspiru për tyne. Je inspiru për tyne. Prej kujtë që ambulli inspiru? Prej librave shkollor, apo librave... Shtu shumë të najmë frashërit, të Aurela Dugullit. Ke lezu librat të najmë frashërit? Pak, po. Okej. Je në klasën e... 5. Je në klasën e 5, 12 vjeçar, ndonë se akoma i ri, preferar me shkrujt libra, ndërkohë në përshok të tavolinën e kemi të mbushur me mirënjohje, certifikat, po ashtu e kemi librin, ndërkohë pas ka plot. Më trego paka shumë për se cilën, se qka do të thojnë këto për ty? Kjo fillimisht është për garat e robotikës ku jam kam. Ku kam marrur. Kjo është për zërat gazmort. Festivali i këngës për fëmijë. Kur i Shtimës. Pra je edhe në kar? Edhe në kurs gjosht angleze. Kjo është kjo, që jam ka për në shkollë verore. Në shkolla verore, okej. Edhe kjo është kur e kena Certifikata e arritshmërisë, flusura akademi. Kry nivelin e parë. Ndërkësh të tjerat, kemi edhe një mirënjohje atë. Kjo është kur jam gënë si nxënësi më i mirë i shkollës, i klasës. Në cilën klasë ke qenë? Të 5-ën. Pra është për këtë dit. Nxënësi më i mirë i shkollës. Djelart Gashi, në rastin për vjetorit të pavarësisë së Kosovës, drejtori ndalë mirënjohje për nxënësit, që gjatë gjysmë vjetorit të parë kanë arritur sukses, shkëlqyeshëm me 5.0. Pra je shkëlqyeshëm në të gjitha lëndët? Cilën e kema për qepin? Po, tash së një ndoj për matematikën, gjyqysh e du ma shumë. Matematikën e dënë ma shumë. Mirë po, po ashtu mirësh me shkrimi, matematikën e dënë shumë. Ke edhe mirënjohje edhe certifikat nga kurset të quës angleze. Cila nga këtu të trija të flanë ma shumë, Djelart? Matematikë ma shumë. Matematikë ma shumë. E një e mirë kështu tabelen, shumëzimin e krejto? Këna që detyra mësusën, gjithi pa i pari. Gjithi po një pari, mi po Djelart je shumë i vogël për me i ditë të nga këto sene. Për arsye që ka ndoshta shumë të më të rritur, cilët kanë ngecje pak matematikë. Shambull, unë personalisht në tabelin e shumëzimit kom pak, më duhet më mendu 2 herë para se më përgjigja. I shumë dalë pak të libri udhëtimi i ëndrave. Ndërkohë këto po e shoh edhe një kopertinë shumë të bukur, pra është një shtëpi pëm, si ta quaj. Hajde, a e shletojmë bashkë edhe të shojmë se cila është e para, cila poezi është e para? E para është mësuesja ime e parë. Në rregull, ke poezi për të tjerët, e përmendë më herët nëna, babaj. E kemi atë poezi këtu në këtë libër, apo jo? Po, faqen e 10 është. Okej, gjeje edhe ta lexojmë bashkë. Që e ku në gjithë? Shpejt, bravo. Hajde, lexojmë. Babe em shumë punon. Për familjen a i mendon, për jetesën tonë të mirë, na plotëson çdo dëshirë. Na blin libra dhe fletore, lopsa ngjyra e vizore, veshje e mbathje shkollore, nga një herë dhe akullore. Babin tim shumë e dua,
se ai më rrin pranë mua. Dhe të bëhem si babim, të punoj pa për tem. Bravo, e ka po babi këtë poezi? Qa ka thonë kur e ka ndëgju mas për herë? Ka i lumëtur, më ka thonë faleminderit që më ke shkruar poezi. A e ka prit babi që kime shkru poezi për ta, jo? Po. E ka ditë paka shumë, fakti që të ka po ndështë të shkru shumë shpesh, edhe e ka ditë që kime bo një poezi, ndërka që mami që a tha kur e po poezin për babin? Tashti. E prit edhe ajo një poezi për ta, po si? Edhe asoja kom shumë. Okej. Po besoj që ju kam pëlqy edhe janë shumë të lumtur me ty djelartë mirë, po poezit të tjera që i ke shkru këto për brenda këti libri, atë kanë ndihmu dikush, i ke shkrujt vetë? Jo vetë. Për shembull, kur kom shku për natyrën ose për diçka tjetër, jam ka natyrë edhe jam inspiru. Për natyrës të po sene, natyrë kosh, gjelbrim edhe kom shku. Pra ke dojnë natyrë edhe inspiru nga natyra. A të vynë shumë kohë për me u inspiru, për me shkrujt një poezi? Jo, një orë, jo. Nëse për brenda kësaj studios kishe mujtë, qka ishe inspiru me shkrujt, për më nxez diçka garant, freskia, më gjesit, televizioni, ndërku po e shë pas ka këtu ora, deti, sa kohë të ka marrë krejt për me shkrujt librin që nga fillimi deri në kohën kur është redaktu edhe është butu? 5 muaj besoj. 5 muaj. Mirë po, je konsultu me dika, me qoftë me mësusat, me mësuset në shkollat e? Drejtori ma ka bo lektorimin. Drejtori, okej. Djelartë, në fakt, unë thash që je ke gati edhe librin e dytë. Ka me qenë kështë diçka i njejtë, po ashtu me tregime, poezi, apo ke mendu me ndru zhandër? Jo, është njejtë me poezi, tregime e se dhe gjëza, ku titullohen Mbretëria e fjalëve, edhe librin e 3 edhe të 4 jam të përnu. Librin e 3 edhe të 4, akoma pa e përfundu dytin, ti do me dalë të 3 edhe 4. Ja, kom nisë me përnu. Shumë mirë, mirë po, apo të merë koshëm, apo krahas shkollës, për arsye që je në klasën e 5 edhe ke detyra të shumë të apo besoj. E ke ditën kështu full me mësime, krahas asaj, po ashtu gjenë kohë dhe të shkrush libra. Atë ka ndodhur herë me lon anash diçka ose ndoshta me një periudhë caktuar më përkushtu më shumë librave? Po kanë herë për shembull, ku mujt me lon anash librin për me shkru kanë herë. Poezi to morr me detyra. Po tani kur kom pas kohën e lirë, kom bërë edhe poezi. Shumë simpatik në fakt, edhe është mirë kur kemi këtë në studio 12 vjeçar, si që është djelartë. Të ndalem pak tek emri djelartë. Për mua personalisht është hera e parë që ndëgjoj djelartë. Artë kemi dëgju, djelë po djelartë është ndoshta emër pak më i veçantë. Kush ta kalon emrin? Mami. Mami. Është edhe mami merret me poezi, apo jo? Jo. Veçan jam i vetë një familje që mirë. Mirë po, ke bisedu me familjarë, ndoshta dikush prej dajve, prej haxhallarëve. E ka pas dëshirën apo veç ti? Bravo, shumë bukur. Mirë, djelartë, je në klasën e 5, ke shoqe atë për brenda shkollës, jo në dhe ata kanë pasion shkrimin si kur te? Po nga njerë po. Mirë po, shka thonë ata, i kanë lezu librat e tua? Po, o banë shumë mirë, ke shkru, i ke lidh vargjet. I ke lidh vargjet. Mirë po, atë kanë thonë ata diçka, ka pas prej atyne që nuk i kam pëlqy, ose i kam librat e tua, shkrimet e tua? Jo. Jo. Të gjitha i kam pëlqy. Robotikën e ke përmendë në fakt pak më herët, ha? Të flasim pak për të? Hajde, tregona diçka. Për robotik është sikur një robot, ku është me një hartë, 4 ore, ku ti kime udhëzu robotin për me hecë nudhët, me hecë dhe me shkudejt e finalja. Edhe janë kanë nga ora kur kom pas, janë kanë për shumë një u që shtë drejt edhe një kështu, kanë si pak me ndjallëtas, edhe ti ke duft me bon drejt, me hecë, mos me hi ndjallëtas. Janë ka gjithë të dzëshme. Po ti e veta ke provu me kriju një të tilë? Një. Nga njerë kërë jam ka të ushtru në shpe. Kom punu vetë. Kështu. Mi po, robotika është diçka e zërshme, apo si? Po për më duke të lejta, ama është të zërshme. Oke, kusht ka mësu, ndështë mas kështu, kusht ta ka sugjeru, se për kujt që ke po? Jina ka me 4 nxënësat klasës, një mutër një qikës në ka ushtru, edhe në shtime, kur kena shku, në ka ushtru. Në ande, që është i Amerikës, që në ka ushtru për karë.
Djelartë krahas krejt tyne, po du me të pytë, si mendon, ku të rritesh? Kime bo shkrimtar, kime orientu ka robotika, ka teknologjia, apo qka e mendon? Do të thëja koma i ri, je vetëm 12 vjeçar, mirë po unë përbesoj që te veç e ke një vizion për të ardhmen, te e di kush do të bëhesh në të ardhmen. Për shkrimtar nuk u mendu se të qysh së më peshe kështu si profesion për hobby me pasë, edhe kështu për profesion me ban, është pediatër dhe kardiolog. Pediatër dhe kardiolog, pra mjekësin e ke ma me dëshira, mirë po e din të jenë djeni qka është pediatri, qka është kardiologu? Pediatër është që kujdeset për fëmi, edhe kardiologën është që për kujdeset për zemër. E din të funksionin e zemrës, qka na shërben zemra? E qarkullën gjakën. Edhe ke dëshirë pra gjitha ta njerës që kam probleme me zemrën, ndërku po e shojmë një shkrimtar, një doktor, një pediatër, një kardiolog, djelartë më bëhet shumë qefi që të kisha sot në hashtag Gjesi. Unë të uroj ty shumë suksese, uroj që të vazhdosh kështu me shkrime, me mirënjohje, me certifikata, edhe pse jo, të ardhmen ta kemi një shkrimtar, një pediatër, një kardiolog. Faleminderit shumë edhe njëherë. Faleminderit edhe për juve që me keni ftuar. Fillimisht dua të falenderoj familjen që më ka përkrahur çdo dhe tem. E falenderoj mësuesja edukatorja Dafin Haradinaj Brahaj, ku më ka mësuar për herën e parë si të sillem, si të kujdesem. Tani mësuesin Sabri Gashi, ku më ka udhëzuar. Edhe ka qëndruar pranë teje. Po, dhe ishtë drejtorin Lutfi Gashi që më ka bën lektorimin dhe tani e falenderoj drejtorin aktual, Bajram Gashi.